Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme për të ndarë një minutazh për rastin i cili në fakt vazhdon të na tronditën për vite me radhë. Do të flasim për vrasjen e Liridona Ademajt nga bashkëshorti i saj. Në një reagim të drejtë për drejtë në Facebookun e tij ka folur vllau i Liridonës, Leonard Ademaj, i cili tregon ngjarjen në mënyrë të detajuar se çfarë në fakt kanë kuptuar ditën e sotme nga prokuroria. Ngjarja tragjike që tronditi opinionin publik vazhdon të mbajë të hapur plagët e një familje të shkatëruar. Në seancën e fundit gjyqësore për vrasjen e Liridona Ademajt, pamjet filmike të paraqitura në sallën e gjyqit sollën dhimbje të madhe për familjen, por njëkohësisht edhe prova të reja që sipas tyre dëshmojnë qartë se vrasja nuk ishte e rastësishme, por e planifikuar në mënyrë të ftohtë dhe të organizuar. Vllau i Liridonës, Leonard Ademaj, pas përfundimit të seancës, doli para mediave me një deklaratë të fortë edhe shumë emocionale, ku theksoi se ajo që u pa në pamjet e shfaqura gjatë gjykimit konfirmon dyshimet e familjes që nga dita e parë. Vrasja e motrës së tij ishte organizuar nga 3 të akuzuarit: Naim Murseli, Kushtrim Kokalla dhe Granit Plava. Leonardi tregoi se seanca e sotme ishte jashtëzakonisht e rëndë për familjen Ademaj, pasi për herë të parë u shfaqën pamjet e fundit të jetës së Liridonës. Pamje që për familjen nuk janë thjesht prova, por momentet e fundit të frymëmarrjes së një njeriu të dashur, një motre, një vajze dhe një nëne. Sot nuk ishte e lehtë për ne, u shpreh ai, sepse pam për herë të fundit lëvizjet e motrës son, pa e ditur ajo se brenda pak minutash do t'i merrej jeta në mënyrën më mizore. Sipas Leonard Ademajt, ajo që bie më shumë në sy nga pamjet filmike është fakti se e gjithë ngjarja ka ndodhur brenda vetëm 7 minutash. Një kohë jashtëzakonisht e shkurtër, e cila sipas tij përjashton çdo mundësi që vrasja të ketë qenë spontane apo e rastësishme. Do të thënë që të shpjegohemi deri këtu, familja Ademaj sot kanë parë edhe pamjet e fundit të Liridonës, vrasjen e saj, e cila ka qenë tashmë e vërtetuar edhe sipas pamjeve organizuar nga Naim Murseli, Kushtrim Kokalla, Granit Plava për një dyshim që Liridona ka patur një siguracion të cilin duheshte ta merr dhe Naimi është dashur që t'i paguan disa borxhe. E gjithë vrasja e Liridona Ademajt ka ndodhur për vetëm 7 minuta, do të thënë ka qenë një krim tepër i organizuar. Kur një vrasje ndodh brenda 7 minutash, thot Leonardi, kjo nuk është rastësi, kjo është planifikim. Çdo lëvizje ka qenë e menduar më herët, çdo rol ka qenë i ndarë, çdo hap ka qenë i koordinuar, theksoi ai. Leonardi deklaroi se nga ajo që u pa në video, del qartë se Naim Murseli dhe Kushtrim Kokalla kanë qenë organizatorët kryesor të vrasjes, ndërsa Granit Plava ka qenë personi që e ka kryer aktin e drejt për drejt të vrasjes. Ajo që pam sot e bën të qartë rolin e seciliit, nuk ka më dyshime. Organizimi, bashkëpunimi dhe ekzekutimi janë të dukshme. Motra jon nuk u vra nga një njeri vetëm, por nga një grup i organizuar, u shpreh ai me një zë tepër të dridhur. Për familjen Ademaj, dhimbja nuk qëndron vetëm te humbja e Liridonës, por edhe te mënyra se si po trajtohet procesi gjyqësor. Leonard Ademaj shprehu shqetësim të thellë për faktin se familja nuk po i lejohet elaborimi i plot i provave, gjë që sipas tij është jetike për zbardhjen e së vërtetës. Na u mohua e drejta, thot Leonardi,
për të elaboruar provat. Kjo është ajo që na shqetëson shumë, sepse provat nuk janë vetëm dokumente apo pamje, ato janë çelësi për të kuptuar të gjithë zinxhirin e kësaj vrasjeje. Sipas Leonardit, elaborimi i provave do të ndihmonte në sqarimin e rolit të Kushtrim Kokallës, bashkëpunimin e tij me Naim Murselin, si dhe lëvizjet e tyre para dhe pas vrasjes. Do të thënë ka një lloj ndalese nga ana e prokurorisë për elaborimin e plot të provave, do të thënë nuk lejohet që këtë në fakt ta bën familja, dhe këtu është i gjithë problemi pse fshehin këtë gjë nga ana e familjes. Ai theksoi se këto janë elemente thelbësore për të dëshmuar se bëhet fjalë për një krim të organizuar profesionalisht. Do të thënë nuk ka qenë një krim i thjeshtë, ka qenë krim profesional, duke e ditur që njëri edhe ka qenë i rreshtuar në policinë e Kosovës. Ne nuk po kërkojmë hakmarrje, por kërkojmë drejtësi, dhe drejtësia nuk mund të arrihet pa analizuar çdo provë, ka thënë Leonard Ademaj. Familja Ademaj ka paralajmëruar se do t'i drejtohet sërish të gjykatës me kërkesë të qartë për lejimin e elaborimit të provave, duke theksuar se kjo është një e drejtë themelore dhe e panegociueshme. Me provat që kemi dhe me ato që besojmë se duhet të dalin në pa, do të qartësohet edhe më shumë se kjo vrasje nuk ishte një akt i çastit, por një plan i ndërtuar me gjakftotësi, u shpreh Leonardi. Rasti i Liridon Ademajt vazhdon të ngjallë reagime të forta në opinionin publik, duke rikthyer në vëmendje çështje të ndjeshme si dhuna, krimi organizuar dhe drejtësia për viktimat. Për familjen Ademaj, çdo seancë gjyqësore është një rikthim në dhimbje, por edhe një shpresë se e vërteta do të dalë plotësisht në dritë. Ne do të qëndrojmë deri në fund, përfundoi Leonard Ademaj, sepse motra jon meritonte drejtësi dhe e vërteta nuk mund të fshihet. Këto kanë qenë fjalët e ndjera të vllaut të Liridonës pas seancës gjyqësore dhe pas provave dhe videove në fakt që ato kanë parë. Duhet të thënë edhe kjo, Liridona pas vetes së saj la dy djemtë e saj në moshë të vogël, për të cilat kujdeset shteti suedez janë nën kujdesje, nën përkujdesjen e shtetit. Në intervista të tjera, Leonard Ademaj, vllau i Liridonës, ka thënë që nuk mund t'i marrim në Kosovë për shkakun sepse familja jonë është shumë e traumatizuar dhe do të vi momenti që ato fëmijë patjetër që do të vinë. Kërkesa e tyre e fundit ka qenë që të kthehen në Kosovë një ditë dhe t'i vënë një lule mbi varrin së tyre.